Këtë vit kemi bërë dhe tarifimin e disa procedure, vizitave dhe disa trajtimeve. Kjo është për turistët e huaj. Sigurisht ato në ato vende ku ne kemi marrëveshje bilaterale për ofrimin e trajtimit falas, përjashtohen nga ky tarifim, por ato që nuk përjashtohen një tarifim që është totalisht domethënë tarifa publikohet përpara. Dhe pastaj është një proces transparent i marrjes shërbimit, dokumentimit dhe shërbimit që është marrë dhe pastaj i pagesës përkundrejtësaj tarife që është bërë publike përpara. Zë ministre, këtu është Shadra, siç dhe të njoftuar. Kemi eksperjenca prej shumë vitesh që e bëjmë këtë. Paralelisht me qendrën verore i bëjmë një suport. Keni zbuluar shumë diabet dhe hipertension të fshehtë. Patjetër që janë zbuluar shumë. Jemi suport për qendrën verore duke qenë se stafi jon i promocionit për 10 vjetash gjatë periudhës të verës nuk janë shkollat, pse jo të mos e shfrytëzojmë këtë gjë duke shkuar në për të gjitha pikat. Kjo çadër renditet sot në këtë pikë, por nesër do të jetë në një pikë tjetër të Brek Liçenit dhe në fshatrat siç është Lini dhe Tushemishti. Pra përveç ambulancave të cilat janë të hapura gjatë mbasditës, i kanë bërë me 2 turne, ambulancat e këtyre vendeve, ne shkojmë edhe me çadër, kryesisht ju e pat edhe në Udënish kur ke qendra shëndetësore e kryem her pas here këtë kontroll për popullatën. Një moshë e tretë, bën atë hecjen buz liçenit, dalon me tensionin, me glicemin. Po punojmë për vendosjen e tarifave për shërbimin shëndetësor që turistët e huaj do të marrin gjatë këtij sezoni veror në qendra shëndetësore tona verore. Ky urdhër vendos për herë të parë një kuadër të unifikuar për regjistrimin, trajtimin, tarifimin dhe dokumentimin e shërbimeve shëndetësore të ofruara për shtetasit e huaj në institucionet tona shëndetësore publike.